Harroni shpejt se ku I lini gjërat. Hani këto 7 ushqime dhe do habiteni nga rezultati. Marrëdhënia jonë me ushqimit është një kompleks nga sa mendojmë. Nuk është aty vetëm për të shuar urinë tonë, por edhe për të mbështetur shëndetin tonë mendor. Sipas ullëtimeve, dieta mund të ndikojë tek humori, ankthi, gjithashtu edhe te depresioni jonë. Megan Lee dhe Jonan Bradway nga Universiteti Southern Cross theksojnë në The Conversation se dieta e dur mund të ndihmojë ndjeshëm edhe në parandalimin e problemeve të shëndetit mendor, duke ulur gjithashtu koston e trajtimeve dhe ilaçeve. Nëse doni të ndjeheni më mirë dhe të përmirësoni humorin, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Duhet të përmirësoni dietën tuaj për të patur një mendje më të fortë, gjithashtu edhe për të parandaluar humbjen e kujtesës me kalimin e viteve. Këto janë ushqimet më të mira sipas ekspertëve, të cilat mund të shtohen në dietën tuaj për një përmirësim më të mirë të shëndetit mendor. Karbohidratet komplekse për një humor më të qëndrueshëm. Karbohidratet komplekse, të cilat gjenden te frutat, perimet dhe drithrat e plota, janë gjithashtu miq të më të mirë të trurit tuaj. Këto ushqime mund të çlirojnë glukozën më ngadalë nga trupi juaj, duke ndihmuar në stabilitetin e humorit dhe në shmangjen e rritjes së energjisë dhe rënies së ajit të shkaktuar nga sheqernat e thjeshtë. Lee dhe Brady theksojnë se ulja e konsumit të ushqimeve të përpunuara dhe pijeve me shumë sheqer mund të jetë hapi I parë drejt përmirësimit të shëndetit tuaj mendor. Antioksidantët që mbrojnë trurin duhet jenë në krye të listës suaj të rregullt. Truri juaj është vazhdimisht nën stres nga oksidimi, I cili do të prodhojë radikale të lira të cilat shkaktojnë inflamacione. Antioksidantët që gjenden te frutat dhe perimet me ngjyrë të ndezë veprojnë si një mbrojtës në mbrojtjen e trurit, duke përmbysur kështu dëmtimet dhe duke rritur nivelin e hormoneve të lumturisë në tru, siç janë serotonina dhe dopamina. Sa më shumë antioksidant që mund të shtoni në dietën tuaj, aq më shumë do të përmirësoni humorin dhe do të ndjeheni gjithashtu edhe akoma më të shëndetshëm. Në dietën tuaj gjithashtu shtoni omega 3 për të forcuar shëndetin tuaj të trurit. Acidet yndyrore omega 3 janë thelbësore për shëndetin e trurit dhe komunikimin e kimikateve që rregullojnë humorin tuaj. Ato gjenden kryesisht tek peshku, sidomos tek peshku yndyror, fara dhe perimet. Omega 3 gjithashtu ndihmon trurin tuaj të funksionojë më mirë, duke zvogëluar kështu shanset për depresion, probleme të tjera të shëndetit tuaj mendor, siç thekson Lee dhe Bradbury. Konsumi I ushqimeve të pasur me omega 3 mund të ketë efekte pozitive për shëndetin mendor, sidomos duke ndihmuar në vullnimin e fillimit të demencës që mund të zvogëlojë edhe simptomat e depresionit. Shtimi I ushqimeve me vitaminën B në dietën tuaj do të nxjisë prodhimin e hormoneve të lumturisë. Vitamina B, si vitamina B6, vitamina B12 dhe folati, janë shumë të rëndësishme edhe në prodhimin e kimikateve të trurit, të cilat do të bëjnë të ndjeheni më mirë, siç janë serotonina dhe dopamina. Mungesa e këtyre vitaminave mund të çojë në depresion dhe çrregullime të tjera mendore. Rritja e konsumit të ushqimeve të tilla si perimet jeshile, bishtajat, banane dhe panxari mund të rrisin gjithashtu prodhimin e kimikateve të lumturisë dhe të përmirësojnë edhe humorin tuaj, citoi studimi. Probiotikët dhe prebiotikët mund të kenë lidhje më të mira në shëndetin zorë tru. Probiotikët dhe prebiotikët që gjenden më shumë te ushqimet si kosi, kefiri ose ushqimet e fermentuara mund të ndikojnë edhe në përmirësimin më të mirë të humorit tuaj, citoi studimi. Lee dhe Bradbury raportojnë prebiotikët dhe probiotikët që ndikojnë në rrugëtimin e kimikateve në tru një mënyrë të ngjashme me ilaçet edhe kundër depresionit, duke zvogëluar kështu inflamacionet dhe duke çuar në humor më të mirë dhe duke evituar problemet e ankthit. Nëse ju ndodh shpesh që të harroni ku I vendosni çelësat e shtëpisë, të makinës, telefonin ose syzet, donse më pas zbuloni se I keni me vete, kujtesa e dobët është një problem që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Gjithashtu ajo mund të jetë edhe vërtet një kokçarje.
Probleme me kujtesën janë gjithmonë e më shumë edhe një problem më i madh me kalimin e moshës. Ato ndikohen nga problemet e gjumit, stresi, depresioni, mungesa e vitaminës B, tiroidja, alkooli, duanpirja dhe marrja e ilaçeve të caktuara. Kombinimi i këtyre faktorëve me njëri tjetrin mund të jetë një arsye kryesore pse po vuani nga këto shqetësime. Në këtë video do ju tregojmë edhe problemet më të thjeshta me kujtesën që kanë të bëjnë me sëmundjet e lartë përmendura. Sëmundjet e rënda të kujtesës kërkojnë trajtime të specializuara mjekësore dhe jo thjesht receta natyrale që mund të përgatiten vetë në kushte shtëpie. Në këtë video, sipas Headline, do të zbuloni për ushqimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj për një mendje më të fortë. Bajamet janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj për të pasur një kujtesë më të fortë. Bajamet do të përmirësojnë kujtesën dhe fuqinë e trurit. Ato janë të pasura me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3, të cilat janë fantastike për kujtesën dhe për shëndetin tuaj të trurit gjithashtu. Zhysni 10 bajame në ujë dhe të nesme i grini në mikser pa lëkurë. Masën e përfituar e zjeni së bashku me një gotë me qumësht. Shtoni mjaltë dhe e pini atë për 30 deri në 40 ditë me radhë. Është një mundësi shumë e mirë për të marrë lëndët ushqyese për shëndetin e trurit. Rozmarina është ideale për një kujtesë më të fortë. Kjo bimë fantastike është ideale për kujtesën dhe për shëndetin e trurit në tërësi. Zjeni një tufë rozmarin në ujë për 5 minuta. Kulloni lëngun e saj gjithashtu edhe shtoni mjaltë. Pijeni çdo ditë për 3 deri në 4 javë me radhë. Ju mund të përdorni edhe vajin esencial të rozmarinës. Duke nuhatur çdo ditë do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e saj. Vaj i peshkut gjithashtu është një mundësi e çmuar për të shtuar në dietën tuaj, që mund të japë rezultate fantastike edhe në rritjen e performancës së trurit tuaj. Suplementet e vajit të peshkut përmirësojnë kujtesën gjithashtu edhe funksionet e trurit. Acidet yndyrore omega 3 të vajit të peshkut do të parandalojnë edhe formimin e pllakave të trurit që kanë lidhje me sëmundjet e Alzheimerit. Merrni të paktën 600 mg vaj peshku çdo ditë. Gjithashtu ushqeuni rregullisht nëse keni mundësi me salmon, sardele, hareng dhe skumbri. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni dietën tuaj dhe gjithashtu të mbani larg edhe komplikacionet e saj. Frutat e pyllit janë një mundësi e shkëlqyer që mund të shtohen në dietën tuaj pa mënyrë të ngadalë. Frutat e pyllit të tilla si boronicat, qershit dhe manaferat janë burime të shkëlqyera edhe të flavonoideve të cilat do të përmirësojnë shëndetin dhe funksionet e trurit dhe kujtesën. Konsumojeni ato rregullisht dhe merrni vlerat më të mira. Ndryshimet të tjera më të mira për shëndetin e trurit sipas të dhënave janë avokado, panxari, lëngu i kockave të mishit, brokoli, selinoja dhe të tjera. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse çështja juaj e kujtesës sa vjen dhe rëndohet, adresoheni atë tek mjeku për një trajtim të specializuar. Ka disa ushqime të cilat nxisin gjumin dhe mund t'ju ndihmojnë të përmirësoni kështu shëndetin e trurit. Prandaj ekspertët këshillojnë që për një kujtesë më të fortë të kombinoni edhe produkte të duhura për një shëndet më të fortë për trurin. Ushqimet të cilat do të nxisin edhe shëndetin e trurit janë mjaft të mira për të shtuar në dietën tuaj. Kështu ndikimi i tyre që do të jetë edhe më i larmishëm në fuqizimin e shëndetit të trurit dhe në rritjen e fokusit drejt gjërave të rëndësishme. Boronicat. Ky frut i pyllit është një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit. Konsumi i boronicave në mënyrë të rregullt do të jetë alternativa juaj më e çmuar kundër këtyre komplikacioneve. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B, që përmirësojnë kështu shëndetin tuaj të trurit. Këto vitamina mjaft të rëndësishme do të forcojnë kujtesën dhe qelizat e trurit të komunikojnë më mirë me njëra tjetrën. Ndaj ndikimi që ato kanë për shëndetin e trurit e kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme për dietën e përgjithshme. Ndaj mos nguroni t'i keni pjesë të recetave tuaja të rregullta. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.